I drejtojmë gjithë atyre që në këtë moment nuk ndihen mirë me veten, ose qoftë edhe me të mirën që kanë, me suksesin që kanë, që mos trëmben kaq shumë ose marrin një moment dhe të kuptojnë që ndoshta ka ardhur momenti që ti të marrësh një mesazh, një gjë më të madhe se sa kjo që ke arritur. Dhe një situatë erdhi dhe për mua. Domethënë ajo që unë po përjetoja ishte një sukses në sipërfaqe, por që sigurisht e kuptova më vonë, vinte nga një boshllëk që kisha në brendësinë time, ndihesha i papërmbushur. Edhe siç thotë Tony Robbins, që është një nga trajnerët e mi, arritja e suksesit i papërmbushur është dështimi final. Ti nuk do doje të isha atje në maj, sepse kjo është praktikisht ajo që bëjnë më shumë të raste këto artistët ose njerëz të suksesshëm që shkojnë atje, marrin famë, marrin lekët, marrin suksesin edhe pastaj vrasin veten ose shkojnë në drogë ose shkatrojnë veten. Unë sigurisht e kalova atë moment dhe besoj ju ka ndodhur secilit kur kalon një sfidë të madhe, ndjen një lloj mirënjohje që e kanë përjetuar atë sfidë. Sepse sigurisht mbasi e kalon një dhimbje, mbasi e kalon një sprov, ti ndihesh më mirë, vetbesimi jot është rritur dhe ti e ke marrë një mësim dhe kështu ndodhet edhe me mua.